përcillet në një dilemë në Kosovë. Beha, sa i përket këtij lajmi të fundit ku vllai Recep Selimit më duket ishte shkuar për vizitë, ndërkaq njëri nip të Selimit nuk e kishin lënë për vizitë, pse kështu, çfarë ka ndodhur? Nuk e di për rastin konkret, nuk kam ndonjë informacion, edhe në postimin që e thash nuk e kishte arsyetuar pse nuk e kanë leju. Nëse ai djaloshi ka pas një leje të miratuar paraprakisht, domethënë i ka kryer procedurat që kryhen bazuar në rregulloren për qendrën e paraburgimit, por mua është shumë e çuditshme pse nuk është leju me hy, por megjithatë nuk po duam të spekuloj sepse nuk e di arsyeën. Kohëve të fundit ose le të themi prej kohës kur janë bërë këto përgjimet edhe që ka pas dilema se po tentohet me ndiku në dëshmitar, gjykata speciale i ka shpërsu tepër shumë masat për vizita, do të t'ju lejohen vetëm 5 vizita gjatë muajit, edhe formularët duhet të plotësohen këgja në mënyrë rigoroze, ti duhet me përshkruar në mënyrë të detajizuar se cila është lidhja me personin e akuzuar, pse po dënë me vizitu, e detajet të tjera, dhe nëse këto kanë qenë të kryera, nëse kërkesa për vizitë ka qenë aprovuar, është e çuditshme pse nuk është leju, nëse nuk ka qenë aprovuar, mbase mund të ketë qenë ndonjë keqkuptim apo diçka tjetër, nuk po duam me paragjyku se çka ka ndodhur. Sa i përket aprovimit apo jo, nuk e pash ndonjë informacion kështu. Megjithatë, Bea, ju keni qenë smundmi atje, a mund na tregosh përvojën që patët intervistat që realizuat ndoshta me avokat atje? Avokat janë optimist. Avokat për herë janë optimist, edhe në raste të tjera që nuk është risi, por ata janë të bindur që prokuroria nuk ka arrit me vërtetu akuzën e vetë dhe si rezultat shumë shpejt do të bëhet një mocion për rrëzimin e disa akuzave ose akt akuzës në tërësi. Është një fazë shumë e rëndësishme e procesit, ku mbrojtja ka vërtetuar që kësaj ka një fokus tepër të rëndësishëm për me le të themi për me mat pak kursin e gjyqtarëve se si do të argumentojnë në këtë fazë, le të themi është një farë një farë vendimi para vendimit, një finale para finales në zhargonin sportiv, me pas se si e shet trupi gjykues çështjen e prokurorisë deri më tash, a ka arrit me vërtetuar ndonjë prej pikave të akuzës. Sipas avokatëve, problemi kryesor në fakt që prokuroria nuk i ka vërtetuar është struktura, zinxhiri komandues, le të themi, mbi bazën e cilit edhe barra kryesore bie mbi të akuzuarit ose akuzat kryesore janë mbi atë bazë, dhe sipas avokatëve kjo nuk ka ndodhur. Nëse flas më pas për eksperiencën tjetër personale, është tepër ndryshe prej atyre seancave që i shohim në bazë ditore. E ki një tjetër ndjesi kur je në sallën e gjykatave, në mënyrën e trajtimit pak a shumë në kontrollat që duhesh me i kaluar dhe thjesht për shkak se gjyqtarët, prokurorët, avokatët nuk janë mësuar me po audiencë prej Kosovës në sallën për publik në gjykatën speciale, duket se kemi dështuar si shoqëri dhe si institucione me kuptuar rëndësinë e këtij procesi, edhe në momentin kur ato perdet hapen ka një parashikime tepër le të themi të çuditshëm prej krejtëve në këtë proces. Domethënë po një raportim komplet ndryshe me çujt për asaj që e bëjmë çdo ditë këtu prej linkut të transmetimit që na ofron gjykata speciale. E çfarë vazhdon kështu tutje me Hagën, cilat janë